Mirë se u gjaj, shikus të nëruëm me që dashur të kronikës tonë të Lipani. Trazirat e politikës shqiptare po vinë çdo ditë e ma shumë me ngjarje të reja, me ngjarje të jashtëzakonshme, me problemet mëdha të vogla. Si në qeverisje, ashtu dhe në pozitën tonë, të cilën se 2 vite me radhë po luftojmë për t'ja kthyer identitetin e saj. Çdo demokrat aty ku është, aq sa ka pas mundësi ka dhënë kontributin e vet. Dhe sot, në përballje mes qeverisë dhe opozitës, për mendimin tim, është një luftë politike shumë e madhe dhe shumë e pabarabartë. Qeveria i ka të gjitha, qeveria përkrah krimin, përkrah hajdutat, përkrah kriminelt, përkrah gjithë të mprapshten, sepse është majmosur, është dhjamosur, është fryrë nga paret tona, nga parat e çdo shqiptare, si të socialistit, si demokratit. Por, pika ky që është si ta luftojmë, si t'i bojmë ballë kësaj situate kaq të rëndë që sot po kalon vendi jonë, një situatë e rëndë politike për vendin, për Shqipërinë, ku ministrat, zëvendësministrat, kryeministrat, kryebashkiak kapen me mira shkelje të ligjit, me mira qindra mira shkelje të ligjit, e ne heshtim. Pra, problemi është tek opozita sot. Opozita sot, pas një lufte të ashpër, pas zgjedhjeve të pabarabarta e pas zgjedhjeve kriminale që boni Edi Rama, e që i fitoj me blerjen e votës, me administratën, me gjithë çka pat në dorë pushteti i tij dha për të mbajtur pushtetin. E sot Partia Demokratike duhet të jetë e bashkuar në selinë e saj, duhet të jetë e bashkuar, jo në kafene si që bën Saliani. Pra, të dashur, miq të rubrikës tonë, socialistat dhe demokrat janë shqiptarë. Socialistat dhe demokrat mendojnë për ndërtimin dhe zhvillimin e Shqipërisë tonë. Nuk jemi armiq. Armiq janë ata që na shkelin ne. Armiq janë ata që e shkelin kushtetutën e Shqipërisë. Armiq janë ata që bojnë të bardhën të zezë. Armiq janë ata që vjedhin dhe mushin xhepat e tyre e për stresën tonë nuk ndëgjojnë. Pra, i bëj thirrje opozitë shqiptare të mos ndalojnë grevat, mos ndalojnë demonstratat, mos ndalojnë asnjë ditë derisa ta heqim këtë problem shqiptarëve nga Shqipëria. Ta rrëzojmë këtë qeveri, jo ta rrëzojmë me hoje me shpata, po me demokraci, e të vendosim një herë për gjithmonë drejtësinë në vendin tonë. Të njëm të lirë, të vim të lirë atje në vendin tonë, t'ja shijojmë shijen vendit tonë, e ta gëzojmë vendin tonë, për kaq sa kemi ta gëzojmë. Bashkimi është ai që bën gjithçka. Bashkimi si demokrat, si socialist, për të hequr krimin,
nga shteti dhe për të zhdukur njerë për gjithmonë krimin organizuar dhe korrupsionin në Shqipëri. Ju faleminderit.